€5 1 kilogram spec, €4,20 salata e gjelbërt e €3,50 1 kilogram domate. Këto janë çmimet e disa prej perimeve aktualisht në Kosovë, për qytetarët e vendit tonë vështirë të përballueshme. Ne kemi qenë në disa prej tregjeve në Prishtinë dhe kemi biseduar me disa qytetarë. Ata po kërkojnë nga institucionet që të reagojnë ndaj tregtarëve në mënyrë që të rregullohen çmimet. Kanë dyfishuar për Ramazan. Çka u kanë €1 kanë bë €2. Çka u kanë €2 kanë bë €4. Veç €1 çdo çka ka këtu me kil €1 shtrajtuar tepër. Kjo katastrofë madhe. Si mos me pas ligj, as mos me pas në inspekcion, as kur gjo salomati. Do të me morë diçka pak edhe me shkua. Se me shka me marë, me €100 penzi. Kushtet e tona që jetojmë në Kosovë, veç mos për ne pensionerve, kemi pensione tulta, që dini edhe ju të gjithë, çmimet janë jashtëzakonisht të larta, tepër të larta. Tash, krejt për krohja vjen mas shumë t'i prej bashkëdhëtarëve, po që ata që nuk kanë ndihmën nga bashkëdhëtarët, ata janë në gjendje shumë të rëndë. Me të vërtetë se çdo çmim është ngritë. Çmimet janë shku në qiell. Edhe s'di këta pronarë tonë, qysh po kanë ftyrë me ngrit ato çmimet të në qiell. Kuptohet se ata dalin për me përfituar diçka, po një përfitim të arsyeshëm. E jo për shembull 1 kilogram domate më shku €2,50 ose 1 kilogram spesa me shku dej €5-6. Kjo s'është arsyeshme. Merrni edhe këshirni Maqedoninë, 4.000 artikuj i kanë bloku me s'mi shtrajtu as me asej. E këtu halasta nuk kanë fillu. Veç për shtrajtojnë se mi liru keq. Ja dam se kom dhimat edhe të fëmijëve, ja dalë, po mjerat atjerë që jetojnë veç për i pensionit. Shumë vështirë kanë. E nga shoqata konsumatori, kjo rritje po konsiderohet si inflacion global. Ne nuk kemi monedë tonën me të cilën do ta balanconim inflacionin. Jemi shtetëri, ende pa përvojë, ende si kemi konsoliduar të gjitha ato që i duan i shteti. Kjo ngritje e buxhetit nuk e përcjell ngritjen e inflacionit. Domethënë është më e ulët se inflacioni, që do të thotë se ne nuk kemi të zot si qytetar konsumator taksapagues, t'ja bëjmë as kujt me gjesht, t'ja bëjmë qeverisë, as një legislaturë qeveritar, t'ja bëjmë me gjesht se ne duam kështu. Gjatë këtyre ditëve rritja e çmimeve është vërejtur në lloje të ndryshme të perimeve.